Turi ciklistik i Shqipërisë është mbyllur me etapën e 5 dhe të fundit që u finalizua në Fier, ku u shpallën dhe fituesit e edicionit të 82 të kësaj gare tradicionale. Federata Shqiptare e Ciklizmit ka bërë të ditur më herët itinerarin e ditës së fundit, ndërsa Policia Rrugore e Fierit ka njoftuar një sër bllokimesh të përkohshme në disa akse rrugore për të garantuar mbarvajtjen e aktivitetit. Etapa e 5 ka filluar në orën 10 në bulevardin kryesor të Vlorës për të vijuar në autostradën Vlorë-Fier, Unaza e Fierit, Fier-Savër deri në daljen e Levan për të përfunduar në qendër të Fierit. Në kuadër të këtij turi janë zhvilluar 5 etapa, duke filluar nga data 26 maj, ku kanë marrë pjesë 14 skuadra me 86 sportistë përfshirë ekipe nga Ballkani dhe Europa. I pari që ka mbërritur në finish ka qenë Jovan Divnic i ekipit malazez me numër 45, ndërsa ekipi i Amsterdamit është shpallur fitues i gjithë turit. Vetëm pak metra larg finishit, ciklisti i Serbisë, Marko Stankovic, ka rënë duke u përplasur në tokë, teksa konsiderohej një prej pretendentëve fitues. Ekipi më i mirë i etapës së 5 është shpallur Metalaki i Serbisë, ndërsa fituesi i gjithë turit është shpallur holandezi Tom Jokmans. Në fjalën e tij përshëndetëse, presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, e ka cilësuar turin e 82 ciklistik si më emocionuesin deri më sot, me shpirt gare të fortë dhe rivalitet të ndershëm. Ndërkohë kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar se është edicioni veçantë, kur gara mbërrin në Fier dhe duhet të afrohen sa më shumë të rinj. Si gjithmonë është kënaqësi dhe emocioni veçantë kur etapa vjen në Fier. Çdo sport ka bukurinë e vet, por ciklizmi është, është shumë i veçantë, është shumë i bukur, ka emocione, ka rrezikun brenda dhe siç e pam edhe ai incidenti i vogël që ndodhi, tregon fundit për shpirtin e garës, për sakrificën që bëjnë këta djem të mrekullueshëm për të arritur secili prej tyre finishin i parë. Dhe në fakt sot na dhanë emocione të veçanta me këtë etapë që realizuan. Presidenti e tha, ne e kemi mbështet çdo vit garën ciklistike që kampionatin që zhvillohet në Shqipëri, do të vazhdojmë ta mbështesim. Urojmë që çdo vit ketë masivitet. Është lajm shumë i mirë që veç djemve tanë shqiptar, veç ekipeve shqiptare, marrin pjesë në këtë kampionat edhe ekipe nga vende tjera. Tashmë rrethi ciklistik i Shqipërisë ka marrë, do të thosha, përmasa europiane dhe besoj dhe shpresoj që të gjithë së bashku me Federatën e Ciklizmit në krye, por edhe ne si bashki, e kam fjalën për gjitha bashkitë e Shqipërisë, të bëjmë sa të mundemi të japim kontributin tonë që jo vetëm ta mbajmë gjallë të sport të bukur, por edhe ta